Jo, është fatkeqësi që sot me datën 9 qershor mbushen 4 muaj prej faktit që Kosova ka mbetur pa institucionet të saj. Nuk e ka menduar që nuk e besoj që edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, cilët me datën 9 shkurt kanë dalë në masë madhe para qendrave të votimit për të votuar, kanë pritur që bllokimi i institucioneve të Republikës së Kosovës do të vazhdojë për muaj të tërë. Natyrisht, problemet dhe sfidat që qytetari ka sot janë shumë të mëdha dhe pamundësia që ne t'i adresojmë numrin më të madh të problemeve prej energjisë elektrike për bizneset që sot dhe ditëve të kaluara në fakt jam informuar që një pjesë e madhe e bizneseve do të mbyllin vendet e punës për shkak të mbylljes së kompanive dhe pamundësisë që ata të gjenerojnë vende të reja të punës për shkak të kostos së lartë të energjisë elektrike. Pra, çmimet janë tepër të larta, sfidat e barierat e qytetarëve të Kosovës janë të mëdha. Kosova ka mbetur një pozicion të palevizshëm për shkak të pamundësisë që kuvendi të jetë funksional, me këtë rast të qeveria të jetë funksionale, ndërkohë që ne kemi një qeveri në largim, e cila kundërligjshëm vepron, ndërkohë që kuvendi vazhdon të jetë ende i bllokuar për shkak të marrjes peng nga partia që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Para së gjithash, sepse ju mbetën borxh edhe juve mediave që për një kohë të gjatë, që nga 15 prilli, por edhe që nga përfundimi i zgjedhjeve, keni qenë për herë këtu në kuvend për ta kryer punën dhe për të informuar opinionin publikun, po e shoh sot që edhe qytetarët e Republikës Kosovës kanë filluar ta humbin interesimin nga këto seanca të përsëritura, pa asnjë mundësi për të dalë nga ky ngërç politik për shkak të barikadimit të grupit më të madh parlamentar me emrin e zonjës Haxhiu. Nuk e besoj që i kontribon stabilitetit, zhvillimit të Kosovës, që një emër i përveçëm të jetë më i madh se sa problemet të shumta që sot i kanë qytetarët e Kosovës. Prandaj mos lëvizja e partisë, lëvizjes vetëvendosje nga barikadimi, flet për gjendjen cilën ne sot e kemi. Partia Demokratike e Kosovës e dini që ka propozuar tash e sa kohë alternativat për të dalë nga kjo gjendje. Ne kemi shkuar në takimin e ftuar nga zoti Kurti, pikërisht për të bërë përpjekje të reflektojmë në këtë gjendje. Kemi propozuar një takim dhe kemi bërë ftesë tek presidentja e vendit që të ftohen grupet parlamentare politike që janë në kuvend për t'i dalë zot vendit në këtë gjendje të rëndë. Po ashtu, zoti Krasniqi nga përfundimi i zgjedhjeve ka ftuar të gjithë aktorët politik shqiptar në Republikën e Kosovës për të bërë përpjekjet tona që dalim nga kjo gjendje e rëndë. Me të drejtë qytetarët janë të zhgënjur, me të drejtë qytetarët e Republikës së Kosovës sot kërkojnë përgjegjësi dhe janë të dekurajuar nga kjo kastë politike e cila, po e them, sot e 4 muaj e mban Kosovën të bllokuar, të izoluar me sanksione ndërkombëtare, me çmime të larta dhe me biznese që rrezikojnë falimentimin për shkak të situatës së paprecedent. Ndërkohë që ne kemi një kastë politike që ka fituar gjithatë besim, e sot nuk ndjen asnjë empati, asnjë përgjegjësi me gjendjen cilën Kosova është futur tash e 4 muaj. Prisni zgjidhje tashmë në seancat e radhës. Ju e dini që nuk mund të ketë imponime për një kandidat vetëm. Ne kemi dalë me propozime të qarta si Parti Demokratike e Kosovës, kemi thënë, ofronin një propozim për te zonjës Haxhiu, të jetë një kandidat që nuk ka qenë ministër, e që ne nuk mund të votojmë një ministër që ka degraduar për 5 vite Republikën e Kosovës dhe në këtë gjendje, nuk mund t'i vazhdohet mandatit të udhëheq me kuvendin e Kosovës, por duhet të ketë një emër të ri, ndërkohë që për lëvizjen vetëvendosje, për zotin Kurti, më i rëndësishëm është emri i zonjës Haxhiu, se sa gjendja e rëndë cilën sot është Kosova, po e them, bllokat 4 mujore dhe natyrisht përgjegjësia dhe llogaridhënia duhet të bie në radhë parë mbi ata që nuk e bëjnë asnjë hap të vetëm për ta tejkaluar veten e tyre. Ne kemi tejkaluar veten në kohën kur Kosova nuk ka arritur t'i ketë institucionet pikërisht për shkak të marrëveshjeve politike. Marrëveshjet politike sot duhet të jenë të domosdoshme dhe nuk mund të vazhdohet tutje me këtë gjendje pa asnjë reflektim të grupimit më të madh parlamentar, por me akuza të përsëritura tek grupime tjera. Përgjegjësia i takon atij që ka marrë 48 mandate, sidomos para qytetarëve të Kosovës, të cilët me të drejtë sot janë të indinjuar me gjendje në kuvendin e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit.